Ata që mendojnë se ky është një popull pa memorie, unë u rikujtoj se ish zëvendës kryeministri Ilir Meta për një regjistrim të manipuluar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli, në të cilin përmendej shifra 700.000 euro, që në vërtet ishte letër me shkrim që një kompani i kishte dërguar Ilir Mec se mosbatimi vendimit të gjykatës ndaj saj, ajo kishte fituar vendimin për një gjykatë për një dorë centrale. Dhe mosbatimi vendimit i ka kushtuar atij një dëm 700.000 euro. Ajo letër ekziston në dokumentat të shtetit, ekziston kudo. Dhe pas ekspertizës ju bë regjistrimit, doli se ajo ishte cut and paste në 27 vende. Në 27 vende, instituti më serioz i ekspertizës në Itali. Pavarësisht nga kjo, Ilir Meta, duke ditur standardin që ekziston, më ka ardhur në zyrë, më ka thënë, unë jap dorëheqjen nga çdo detyrë shtetërore, sepse unë nuk shkoj të ulem para një prokurori si zëvendës kryeministër. Unë do shkoj të ulem si qytetar para tij. Kjo më takon dhe ka dhënë dorëheqje. Ka dhënë dorëheqjen pra për një akuzë që Edi Rama kishte montuar me Filip Çakullin se ato 700.000 euro që ishin në shkresë në cilat një kompani shqiptare, mos gabohem me pronar nga Elbasani, pretendonte se është dami që është shkaktuar se ne nuk kishim zbatuar, ministria nuk zbatonte vendimin e gjykatës. Kjo është e vërteta. Ai tha, jo, unë do shkoj. Kurse këtu bëhet fjalë për 90 milion euro të zhdukura me dokumenta zyrtare, dhe kjo nuk ka faj sepse faj është i Edi Ramës. Jo, faj është edhe i saj, edhe i Edi Ramës.